Pra si është e mundur që ky korrupsion kaq i lartë, ky degenerim kaq i lartë, kjo shkelje me këmbë institucione, ky poshtrim institucione që bën ai me gjykatën këshilluese, që nuk merr dot i vendim ajo, domethënë për turbin e vet, për turbin e shqiptar, por edhe për turbin e qeverisë, sepse të gjithë dinë që është qeveria pas këtij ingranazhi i gjykatës këshilluese, nuk ka mundësi të jetë thjesht gjykata në parasinë e vet. Si ka mundësi që nuk prodhon humbje të popularitetit të madh të qeverisë? Edhe problemi është ky që ajo e prodhon humbjen e madh të popularitetit, por e prodhon përballë prokurisë së gjykatës, pra SPAK-u dhe gjykata e krimit të korrupsionit është shumë më moral që përballë qeverisë. Shqiptarët mendojnë që ajo ka drejt moralisht. Edhe në këtë kuptim luftën Rama versus SPAK, Rama versus GKKO, në popularitet Rama humb. Por kjo për Ramën nuk ka ndonjë rëndësi le të humb, sepse GKKO dhe SPAK-u nuk janë garusit në zgjedhje. Pra nuk do kenë emër në fletën e votimit. Ata që kanë emër në fletën e votimit, Partia Demokratike e Opozicisë, gjithashtu nuk fiton dot në këtë gjendje, për shkak të pafuqisë së vet për të ndryshuar. Kështu që në këto kushte, Rama humbet popularitet ndaj një entiteti jo politik si SPAK-u dhe GKKO-ja, por nuk humbet popularitet ndaj PD-s, ndaj opozitës. Kështu që gjithë kjo gjendje e rëndë përkthehet në pëlqyeshmëri të popullit shqiptar ndaj veprimit të SPAK-ut dhe të GKKO-s, por nuk përkthehet në pëlqyeshmëri, nuk përkthehet në pëlqyeshmëri ndaj opozitës. E këtu kemi mbetur, pra, jemi në këtë situatë.